Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti ishte ndër mysafirët e ftuar nga presidenti i Francës Emmanuel Macron në darkën solemne të organizuar në Pallatin Elysee me rastin e edicionit të 10 të Forumit të Paqes në Paris. Ngjarja, e cila mblodhi lider botror, diplomat dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, shënon një ndër momentet më të rëndësishme të diplomacisë franceze, ku çdo vit diskutohen çështje të sigurisë globale, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Pjesëmarrja e kryeministrit Albin Kurti në këtë forum vjen në një periudhë të rëndësishme për politikën e jashtme të Kosovës, teksa vendi po kërkon të forcojë marrëdhëniet me vendet e Bashkimit Evropian dhe të konsolidojë pozicionin e tij ndërkombëtar. Në darkën e nivelit të lartë të mbajtur në pallatin ikonik presidencial Elysee, presidenti Macron mirëpriti personalisht secilin lider, përfshirë edhe zotin Kurti, me të cilin shkëmbeu përshëndetje miqësore. Në takim ishte Kurti së bashku me bashkëshorten e tij. Burime diplomatike bëjnë të ditur se në margjinat e forumit pritet që Kurti të zhvillojë takime dypanshme me përfaqësues të vendeve evropiane dhe me zyrtarë të institucioneve ndërkombëtare për të diskutuar çështje që lidhen me paqen, sigurinë dhe procesin e integrimit evropian të Kosovës. Presidenti Macron në fjalën e tij hapse theksoi rëndësinë e forcimit të dialogut ndërkombëtar për ruajtjen e paqes në një kohë me tensione të reja gjeopolitike, duke cilësuar forumin e paqes si një platformë të domosdoshme për bashkëpunim dhe solidaritet global. Forumi i paqes është një vend ku kombet mund të ndërtojnë besim, ku miqt mund të dialogojnë dhe ku partnerët mund të punojnë për të ardhmen e përbashkët, u shpreh Macron. Forumi i paqes në Paris do të vazhdojë gjatë ditëve në vijim me diskutime tematike për sigurinë, mjedisin, teknologjinë, ekonominë dhe qeverisin globale, ndërsa prania e Kosovës përmes kryeministrit Kurti shihet si një mundësi për të rritur profilin diplomatik të vendit në arenën ndërkombëtare.